Ekonomia e Shqipërisë po qëndron e fortë dhe stabile. Kjo sipas Agjencisë Ndërkombëtare të Vlerësimit të Kreditit Moody's. Në rishikimin e saj më 5 mars të 2026, Moody's ka konfirmuar vlerësimin afatgjatë të kreditit sovran të Shqipërisë në nivelin BA3 me perspektivë të qëndrueshme. Ky vlerësim tregon se Shqipëria ka një rrezik të moderuar për të përmbushur detyrimet e saj financiare, por ka stabilitet dhe parashikueshmëri në ekonominë e saj. Mëtej, agjencia parashikon që rritja e prodhimit të brendshëm bruto të arrijë në 3.5% për vitin 2026, duke u mbështetur kryesisht nga turizmi, investimet e huaja në energji dhe pjesëmarrja më e lartë në tregun e punës. Nga ana fiskale, Moody's vlerëson se deficiti ka mbetur nën kontroll në 1.8% të prodhimit të brendshëm bruto, ndërsa borxhi publik pritet të ulet gradualisht gjatë viteve të ardhshme. Ky konfirmim është një sinjal pozitiv për investitorët ndërkombëtar, duke treguar stabilitetin makroekonomik dhe progresin në reformat strukturore të vendit, si dhe mbështetje për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ndërsa sipas analistëve, rikonfirmimi i këtij vlerësimi konsiderohet një sinjal pozitiv për stabilitetin makroekonomik të vendit dhe për klimën e investimeve në Shqipëri. E njëjta gjë vlerësohet edhe nga analistët, të cilët thonë se rikonfirmimi i këtij vlerësimi konsiderohet një sinjal pozitiv.